komentojmë mbi kë. Mbi këtë që ta Henry, lutem. Henry duket që nga sikleti që ka, në momentin që është duke ju përgjigjur kësaj pyetje, një lloj siç pati shumë siklet, kur i është dashur t'i përgjigjet një pyetje e lidhur me situatën që po kalon Zhaku, kur kemi qenë te zjarri. Me sa duket, Henry është edhe vetë konfuz në atë që beson, në atë që mendon. Çfarë përgjigje dha shumë tek situata Nuk flas me ty, po flas me Arbanën se ty që prej spektaklit të kaluar po të injoroj. Po, vetë qka që mund të them, që Henry është shumë konfuz, ka mbaruar ai bagazhi informacioneve nga jashtë, edhe tani është në heshtje, se s'di ç'të bëj. Tani unë jam emision për të shpëtuar botën bashkë me Zhakun, dhe sapo kemi nisur një fushat të madhe dhe ja dalim. Bravo, të Zhaku, dua. ti gjithashtu mendon që Moza është e dashuruar me Adionin, apo jo? Ua, moj mami, akoma këtu juve, moj? Tu jemi Moza na Ju ishi që ma prishot, tash po ma boni që së Moza! Arbana unë me të dëgjuar e kam, nuk e kam përjetuar, kam marrë pa Shka nervones. duat lidhje dhe tash po ma ndërtoni kur ai nuk është. Moza, ai është Të çuditshëm. ai është gjallë dhe është shëndoshe mirë, moj Moza. Është pjesë e një ndërtuar. Është gjallë dhe në zemrat tona. Ako ma ke unjeni këtu? Ku ka Ka gjë në më të gjithë bukur? keq Arbana, dashuria nuk një mosh. Po, që pas keni qenë, Ku more? ka gjë më të bukur se të flasësh për dashurinë? Absolutisht. Po, ku në të thatë, nuk është mirë. Në thatë nuk është Po mirë. pja ku kem pujarë me që ku ngele më thatë një herë. Ku ke ngele ti në thatë me një herë, më thuj këtë gjo. Ky çdo ditë përshëndet Ti grua. njoni vjetë tjetëri, krevati gjithmonë ditë dysh. përshëndet Po që grua. e të thonë? Angel, I ke çfarë po një mendon? shtatë kryshe këtu. Prapo kërko llogari. Angel, çfarë mendon? Jo, mirë, ore, iluzione po flasim, iluzione teatrale. Ja, tala dhe Islam Të tjetër. gjej pak Angel. Unë mendoj që Një sekundë. nga ana e Adit sigurisht që ka nisur si një lojë dhe tillë ka qenë. Por nuk besoj që është Moza e para, grua, që dashurohet me një mashkull që luan me të. Kështu që është diçka që e kemi shikuar, është diçka që ndodh. Ajo është dashuruar me atë çka ai ka dashur në fillim që Moza të mendoj, pra që ka ndjenja. Ajo tani nuk i intereson e ka apo si ka Adin, asaj intereson ndjenja vetë që ka brenda vetes saj. Edhe nëse nuk Dhe lëkurat njerëzore. Pa jo po e shpjegon shumë bukur. Shumë bukur, vajte. Pa jo Shumë bukur, shumë vajte. Mendoni në mënyrë kaq Po ç'ke dëgjoje me dëgjoje. Jam e hapitur. Dhe nëse nuk Ka duam ndonjë argumenton shumë Po bukur. themi që Nëse je nuk duam të dashuruar, qëndrojmë, keq. nëse nuk duam të qëndrojmë me dy standarde, pra me një standard, Vanesa pa një sinjal dhe pati një sinjal, le të themi konkret nga Indri, dhe shkuan drejt ndërtimit të diçkaje, ndërsa Moza, nëse do kishte pasur një sinjal konkret nga Adi, mbas edhe Moza do i vinte kapakun ati që ka ke shtëpia, edhe do... Mos e thua se gjan keq kapakun. Po kështu, Gjan shumë keq. kur e tha Vanesa ne e Jo pranuam në situatën e kapakun. atij gjan shumë keq kapakun, gjan si kapak tjetër. Qa kapakun Po se Se duhet të gjërat ka qa thot kjo Ermali, më, qa thot kjo? Një letër, një letër Dhe dhe... Arbana të lutem Arbana dhe dhe që Gjenadi kjo prapë. do them unë një gjë të fundit. Se dhe me ty se e ma la kam. për- Jo ma la me për ty e gjysëm. kam, edhe me ty. Se ti ke dashur t'i japësh një konotacion, një hije, si kur ka në i gjithë gabuar që një vajzë apo një grua më e madhe të dashurojë dikë më të vogël. kundrazimi. Kemi Po pas po se- lute! Se... Ka gjithë sot që bën fushat për këtë gjë. Nëse deri në 2026 ke patur meshkuj që dashurojnë vajza më të reja. Po patjetër më ishte Klodi që Pse të mos kemi Ore, dhe gra që dashurojnë djem më të kishin rinj. Klodin që kishte Klodin që e kishte Kur është e sinqertë dhe... Unë jam i mrekulluar me faktin që Po na njerëzit e flasim një sekond, mos i ja ta marrë se Ja, thashtë marrë mali pastaj Kostana. jam i mrekulluar me faktin që gjithmonë ja si thosh çdo gjë që bën Moza është një artiste, edhe përderisa është një artiste e madhe, çdo gjë që bëjnë artistët është e justifikuar. Ose Moza nuk shet moral, prandaj nuk e gjykojnë njerëzit njësoj. Dhe është e justifikuar, dhe për shembull, nëse do thoshte dikush nga ato vajzat e tjera, që është në lidhje, mos na lon Zoti pa këto djemë të rinj, edhe mos ta shihnim këtë tek me që dolin në ekran Sara, Sarën do ta kishin bërë të vdekur. Po mua po më bëjnë pa e kam. Po mua po më bëjnë për burin tim. Mua po për burin tim. Se do t'i burin atë. Kostana. Jo, më për burat tjerë.
Kostana. Atëre, Arbana. Unë jam i shqetësuar për Mozën. Madje të lutem burri im të vi këtu si fermer se ka shumë sa përmendet, ta fitoj dhe ai 200 euro. Kostana. Atëre, Arbana, po t'isha në shtëpi dhe t'ju shikoja, do më duket një skenim i lahtarshëm, interpretimi Ermalit që nga prajmi kaluar, edhe gjitha interpretimet tuaja më shumë se sa flisni për Mozën, më duket se flisni për veten tuaj. Çfarë do bënit ju sikur t'ishit në këtë pozit? Sepse Mozën unë e kam këtu dhe akoma nuk e kam dëgjuar ç'a mendon Moza, ndërsa ju keni marrë shtizat, keni thurur një histori, por në fakt jeni duke folur për veten, si ju e perceptoni, si ju do e ndërtonit. Dhe më vjen shumë keq dhe është pak edhe shëmtuar gjithë kjo insinuat që jeni duke u përpjekur të bëni. Cila është insinuata? Insinuata e një dashurie, jo po një grua, jo po duke e moralizuar, duke e nxjerrë nga konteksti, ndërkohë që zonja Pakotala e shpjegoj shumë qartë. Nëse ju nuk keni ta mbaroj pak të lutem, nëse ju nuk keni kapacitetin intelektual dhe shpirtëror për të kuptuar se çfarë thot Moza, mos e zvogloni dhe e bëni kaq banale dhe vulgare ato për të cilën po flitet. Sepse sinqerisht është shumë e shëmtuar kjo gjë. Atëherë, nëse e pe me vëmendje klipin, diskutimet. Një sekond. Ti shpjegoj diçka Kostani. Nuk qëndron tek klipi kjo histori. Nuk qëndron as tek 3 fjalit e Ermalit, as tek fjalit moraliste të këtyre të virgjërve që kemi këtu. Atëherë, ky është një diskutim, Nuk të anatemosh dhe të godasësh imazhin në këtë formë. Kjo është deformimi i imazhit. A mund të shpjegoj deformimi i imazhit. Atëherë, ju lutem Goca, ti shpjegoj Kostana diçka që s'e ka. Nuk e ka kuptuar. Atëherë, Sara, një sekond, të lutem. Janë simbolika. Të virgjër moralisht. Goca. Nuk është fizikisht. Atëherë, Kostana, ky është një diskutim që ka nisur në ferm, Buzëllavit, si çepe, nga Soni, nga Blerina, një sekond të shpjegoj diçka. Ky është një diskutim që ka nisur në ferm, nga Soni, nga Blerina dhe nga vajzat e fermës. Kostana, në qoftë se vazhdon flet vi mua, më vjen keq, unë do të ul mikrofonin. Intriga, për çfarë do bëju natën, ma ka falur Zoti për gjuhë. Atëherë, Kostana, më jam detyruar të ul mikrofonin të të shpjegoj dhe ti mund të flasësh dhe nuk të dëgjon askush. Po të them edhe një herë tjetër, është një diskutim që ka nisur në ferm, nga fermerë të cilët kanë të gjithë të drejtën e tyre për të diskutuar çfarë do lloj teme brenda fermës. Dhe ashtu siç keni ju të drejtën për të diskutuar çfarë do lloj teme brenda fermës, që i takon fermerëve të tjerë, ta zotrinj të nderuar këtu janë marrë për këtë punë, për të diskutuar atë që ju diskutoni në fermë. Jo tema që nisin nga hiqi, por tema që vin nga ferma. Dhe nëse tema që vin nga ferma juve nuk ju pëlqejnë, më vjen keq, ky është problemi juaj, nuk është problemi opinionistëve. Kështu që nëse dëshironi të vazhdojmë të diskutojmë për temën që ju keni nisur në fermë, flasim. Nëse nuk dëshironi, e mbyllim si diskutim dhe vazhdojmë në tema të tjera. Okej? Kostana pas ka të drejtë se pas ka qenë duke fjetur, ndërkohë që ne kemi qenë zgjuar duke e ndjekur atë. Dikush do ta zgjoj Kostana. Ajo pas ka pas drejt. Dikush duhet i thot Kostanës se nuk është dëgjuar kur flet mbi ty, sepse duhet ta kuptoj si funksionon televizioni në këtë lloj emisioni. Dikush duhet i shpjegoj Kostanës që flet një herë njëri, pastaj flet tjetri. Nuk flasin të gjithë për një herë. Tu është gjithmonë flet njëri dhe vetëm unë erdha e prisha të rregull. Aman, se kjo është hipokrite. Tu flasin 10 vete për një herë. Kostana, ata mbyllim ikim shtëpi. Ti them diçka. Ti them diçka Kostanës. Dhe ikim shtëpi. Ti them diçka. Dhe ti them diçka. Ti them diçka Kostanës. Ermal. O Kostana, po të lutem na lër dhe ne të flasim. Patjetër. Atëherë, me që the ato që the, kjo që ndodh me Mozën nuk është vetëm me Adionin, se ka ndodh dhe me Ervinin, ka ndodh me atë Akilin, ka ndodh me Bujakën. Ti Moza, që i pëlqen ca keqa kështu të rinj, i pëlqen dhe s'ka si qo të keqe. Nëse ke një lidhje të hapur, nëse quhet kështu, një lidhje e hapur, tani dua të dëgjoj Mozën. Moza. Kisha një fjalë të fundit Ermal me që je artist. Po. Artistët nuk janë si gjithë njerëzit që s'merren me art. Artistët po flas artistët që janë artistë në shpirt.
Mua Adi më ka thrit muza dhe e bëri këtë sepse performonte me mua, ka bërë muzik me mua dhe këtë element nuk mund ta gjente diku tjetër ashtu siç e gjente ke unë këtu në ferm të flasim. Dhe më ka thënë do kesh punë të gjatë me mua, gjithë jetën tënde do kesh punë me mua, sepse është ky element. Më fal, lëre pastaj që e opinionizun këto, e futën në kallope, e moralizun, dëgjojmë të këtyre pa u bë morja të metër. Po flas për diçka që është për te lidhjes shpirtërore, fizike të dy vetave që quhet art. Arti është një dashuri, një transcendencë që nuk matet me relacionet njerëzore. Prandaj unë po ju them që për këtë dashuri, unë s'di që ju flas sepse duhet ta njohësh që të gjej gjuhën të flas për të. Dhe kur ju dëgjoj më bëni vetëm të buzëqesh. Dhe prapë më dukeni fëmijë të sinqert, të bukur që me mjetet e juja dalluse doni të më tapinosni në sektorët e koncepteve tuaja, ku mua ty s'më hy as gishti i vogël. Për kundrazi. Për kundrazi. Ja të ta kthej një përgjigje. O Ermala, po në dhone me të folë. O Ermal, hajde këtu në ferë, se shikoj. Ermal, dëgjëm ligjo. Ermal, edhe unë një gjë e kom. Vesh një gjë të vogël. Po, Ermal, se ka dole ma i ke follovin shpejt. Unë do vija ty. Qyre, veç pak. Nga ta, se ta e ka follovin veç pak. Ermal, unë jam as Akili, as Odi, as ata tjerë që kanë dollë, unë jam bujaka dhe 8 veta kanë dollë para meje deri qëtash, edhe grune kom të shpia by the way, dashuria jame është artistike, kështu që mund është mi po pak. Kështu që vazhdo. Janë të folur për vetën e tyre. Falenderit. Po qaj halët e tyre. Soni. Soni. Ju lutem, dua të dëgjoj pak Sonin. Je fermere. Gjykoj edhe opinionista. Më vjen shumë keq, nuk më thonë, asia dëgjoni. Po Arbana, Soni. Po, zaktoj vetëm ndrojmë këtë faqe Arbana se shkoj shumë. Nuk më vini role ju, apo ata. Ti ke firmosur një kontratë që ke pranuar një rol me Ozemra. Ozemra i diu rolin tim s'ma caktoi. Jo, pra se pas ke gabuar. Po ja kam gabuar tani do më vini në dënim të rë. Ja kene nguqi pak, ja i ka follovin. Do të vi dënimi në gjëra që bën vetë. Po Arbana! Soni, po. Soni. Më thuaj. Dua të di se çfarë mendon për të gjithë situatën. Ti ishe ajo që fillove e para duke hedhur insinuatat, pastaj nuk të dëgjova dot më zërin fare sepse kishte shumë zhurmë atje. Po sepse unë e kam parë nga fillimi, si gjë i kam parë edhe nga çmimet, normalisht që ne e kemi parë, do me thënë lojën që kanë bërë të dy, ka qenë ajo dashuria platonike që ka vazhduar moza e tjerë e tjerë. Ku platonike unë e kisha aty për para syve. Po ta shi ti e ashu jo, këshu jo, si e ke, herë thu këshu, ku ke qënë. Po metër me ta tregu ty, kur të bëj metrin, kur të nabin ngreduar në këtë rast edhe vazhdoni. Po ta thash pra, bësha artë që është dashuria me madhe dashurive. Po qëfar artë si ti për të kompozu, si e kompozu, s'ke për asgjë. Në 7 javë të ndryshme. Unë bëj atë që vjeta atë që dua. Po qartë i kryoge ti, me 7 persona të ndryshme, në 7 Ky pretashi që do mbaj zi. Jo më jo, s'ke më të majtë zizë, t'ja fulle me shesë një që zjetë mash për adhe. Do vazhdoj bëj artë, se është dashuri. Po bëj artë, në gjej artistin e radhës, që nuk e. Po bëj unë që se bo do tire, e bëj tjetër. Ore, po s'kom punën bëj artë, me asë njeri këtu, e ke zjetë ti këtë gjo. Por, iluzioni që ti jep njerëzve, është iluzion dashurie, dhe gjithë thonë, na u dashuru me këtë, na u dashuru me këtë tjetërën. Që e du thonë. Nuk është publiku, budalla, publiku knaqet. Ore, është reality show. Ore, është dashuri, është artë. Këtë pra, dashnjar. Ke marrë një rol që e ke bërë. Pa e ke bërë role pa fund tani kohë. Po që mu desh mu me mjellë me mjellnoshin. Që mu desh mu. Këna nga troj faktikisht. Unë nga trova. Ja pat mu. Po që mu desh mu. U kënaqë, më dollata. Ndro faqen, kludem se vdiqa. Ndro faqen të ashti. Po qake. O, Adi, kur do vi? Adi, zdu kush, po te. Adi është? Dhe të shishirë që i ka.
Të du, Adi! Të du, puf. O Moza! O Leo, vetëm ke thonë jeto diçka me Moza se u shkatrove. U përpoqa. Si Gjoiç. Oke, bravo. Ndryshojmë pak faqen dhe do flasim për një tjetër situatë, por